Emisioni investigativ Plug publikoi të dhëna që tregojnë se deputeti më i votuar i Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, Arkend Balla, është i lidhur me grupin e Troplinëve. Arkend Balla, një emër anonim, që hyri për herë të parë në kuvend në vitin 2023, ka deklaruar pasuri marramendse në deklaratat e tij të pasurisë, vetëm llogari bankare. Arkend Balla deklaron se ka kursime në shumën e 2.3 milion eurove, por nga deklaratat e tij të pasurisë, rezulton se Arkend Balla ka bërë disa punë gjatë karrierës së tij me paga shumë të ulta, që nuk justifikojnë pasurinë. Një nga punësimet e tij ka qenë në kompaninë Nisatel, kompani e cila zbulon pikërisht lidhjet e Arkend Ballës me grupin e Troplinëve në Durrës. Në këtë kompani, Arkend Balla deklaron se ka punuar duke marrë një pagë prej 30.000 lekësh në muaj. Kompania Nisatel, një ndër ortakët themelues ka Sadrit Danaj, i cili sot e zotron 100% të aksioneve, si pronar i vetëm. Danaj është një personazh që vite më parë ka mbajtur postin e kreut të Këshillit të Qarkut në Vlorë, ndërsa është denoncuar nga Partia Demokratike për kryerjen e veprave të rënda penale, ndërsa Edi Rama e emëronte në një prej institucioneve më të rëndësishme. Lidhjet e tij kriminale do të qëndronin të fsheta deri kur antimafia italiane do të zbarkonte në Shqipëri për të goditur organizatën mafioze të Visit të Pojës, ku të përfshirë në trafikun e drogës do të rezultonin edhe Danajt e Vlorës. Sadrit Danaj është vëllai i Nexhmedin dhe Vexhi Danaj. Nexhmedin Danaj, pas një hetimi 5 vjeçar të antimafias italiane, është akuzuar për trafik ndërkombëtar droge, në bashkëpunim me shtetasin Elvis Doçi, Visi i Pojës. Këtij shtetasi janë sekuestruar edhe disa kompani, përfshirë edhe TV kablor Vlora Cable. Vllai tjetër i Sadrit Danaj, Vexhi Danaj, është pronar i 2BNU Company, e themeluar në vitin 2017. Kësaj kompanie në dhjetor të vitit 2024, Edi Rama, në cilësinë e drejtuesit të KKT-s, i ka miratuar një leje ndërtimi për hotel në Radhim. Jo vetëm për kompanitë e vëllezërve Danaj, që janë akuzuar nga drejtësia për pastrim parash dhe trafik droge, por edhe kompanisë së Visit të Pojës, personi i cili është akuzuar nga opozita se ka sponsorizuar kandidaturën e Arkend Ballës në kuvend. Edi Rama i ka dhënë leje ndërtimi për hotel. Bëhet fjalë për kompaninë Eldemar Construction SRL, e cila është duke ndërtuar një hotel luksos në Durrës, ku leja e ndërtimit është firmosur nga kryeministri Edi Rama.